Rikthehemi në pjesën e dytë të duelit ndërmjet Go Plus 5 Borës. Ndeshja kjo e ngushtë 41-39 në fund të 20 minutave, edhe pse Pea e kontrolloi pjesën e parë duke pasur repërsinë deri në +10, por Bora nuk u dorëzua duke shkrirë avantazhin në 2. Në fund të pjesës së parë u ndëshkuan me teknike Musab Mala tek Pea dhe Gjuls për sjellje jo sportive. Pra pasi ishin sekundat e fundit, teksa tashmë ka startuar gjithçka. Në tentimin e parë Pejanve, ndërsa nuk qëllon as Bracey, teksa dobi humbur edhe i Borës. Nuk tregohet i vëmendshëm Hunter që ngri dorën për të kërkuar falje. Që vjen tentimi megjithatë kësaj radhe nuk pati pikë nga skuadra pejane, teksa do të shohim a do të përgjigjet Bora. Topi tek Gjuls, alley-oop i Amin Hot, por nuk është në pozitë të përshtatshme. Gjuls për të qelluar në anën tjetër. Amin Hot shkakton faull. Edhe më tej 41-39 pa pikë në këtë minutën e parë të pjesës së dytë. Mala nuk shkoi ai top tek Davis në kosh, ishte plotësisht i vetmuar. Gjuls tek Mehmeti. Hunter. Jetmir Zeqiri. Faull i Arti Ajdarit. Do të jenë 2 lira për Jetmir Zeqirin. Jo në më të mirën e tij sonte nga tentimet nga vija gjuajtjes së lirë. 4-1, vetëm 1 pikë Jetmir Zeqirit. Megjithatë ka kontribuar me 5 kërcime. Se radhe qëllon në tentimin e parë nga e dytë e Jetmir Zeqirit për 41-40. Edhe njeri sakt. Jetmir Zeqiri. Tentimi Davis. Asaj radhe nuk ka trishe nga Davis, i cili në pjesën e parë i qelloi 2 trishe. Gjuls nuk qëlloi as Hunter, i cili kërceu në sulm në anën tjetër. Davis arriti të qëllon për ta kthyer avantazhin, ndërsa e shohim Gjulsin u duk të jetë i vendosur, megjithatë sipas gjyqtarëve nuk pati faull në sulm. Pranohen pikët e Davis. Hunter. Tek Zeqiri. Bukur, alley-oop i Zeqirit për Gjuls, edhe njerë kemi barazim. Mala. Tenton për treshe Musab Mala, airballit. Topi përfundon jashtë. Nuk ka treshe nga Mala. Teksa përgatitet të kthehet në lojë Lapi në vend të Musab Malës. Ullet për të pushuar Mala.
Nuk shkon kësaj radhe pasimi tek Jules. Dërsa shohim personalen ndaj Braceit, personalja e Rezart Mehmedit. Braceit. Davis tek Williams. Davis njerë do gjuan për treshe. Nuk po ja dën Braceit ashtu si që ja deshi në pjesën e parë me treshet e ti. Mbete 43 me 23 rezultati. Edwards përgatitet të kthehet në lojë. E në këtë rast është tepërsia e parë tashmë e skuadrës së Borës në minutën e 24 të ndeshjes. 24 minuta e kontrolloi këtë përballje skuadra e PES. Tashmë avantazhi në anën e Prishtinasve. Williams nuk qëllon. Aminhat niset në sulm. Pasimi gabuar i tij, topi përfundon jashtë. Nuk tregohet i vëmendshëm Aminhat. Teksa mundësi për PES tashmë. Sa shohim Davis është ullur, Edwards kthehet në lojë. 6.8 kërcime të Cesar Edwards. Braceit e mban rëndësinë e topit qëndret Llapi, të cilin e humb. Pasi ja vjedha ata për jetë mirë Zeqiri. Shpejt përgatitet të kthehet në lojë Musab Mala. E zëvendësoi Llapi pikërisht Malën. Por trajneri Milačić po e shohim që nuk është i kënaqur normalisht pas këtij topi të humbur të Shëndrit Llapit. Hunter Zeqiri, jo kësaj radhe para Caesars. Edwards ndalet me faul gjithashtu nga Jetmir Zeqiri. Ullet për pushuar Jetmir Zeqiri. Braceit. Arti Hajdari. Williams. Musab Mala. Mala, sekundat e fundit të aksionit të skuadrës së PES realizon për 3 pikë. Braceit i cili shohim thot nga dalë qetësohuni, jam këtu. Rikthehet avantazhi i pejanëve. Rezart Mehmedi, faul i Hajdarit ndaj tij. E shohim edhe një lëvizjen mashtruese të Braceit, i cili qëllon treshën në sekundat e fundit të aksionit. Aleksandr Tallërqis përgjigjet në anën tjetër. E neutralizon treshën e Braceit, i cili megjithatë bukur e gjen Williamsin, nuk gjuajti Williams. Është në sulmi i PES, faul me gjasi Ukajt. E ngrit dorën në rën Ukaj. Dytë lira për Williams. Nuk qëllon në tentimin e parë. Williams që është ndalur në 9 pikë.
2-2 paraprakisht ishte nga vija e gjuajtjes së lirë. Hera e parë që ka bën, ka kontribuar edhe me një kërcim dhe një top të vjedhur. Ndërsa kësaj radhe i huq të dyja të lira Dijon, në fakt është Cecil Williams. Hunter. Cheese realizoi paraprakisht, kësaj radhe mbetet e shkurtër gjuajtja, topi në duar të Musab Malës. Williams. Afërti Hunter. Bracey edhe një herë realizon. Daquan Bracey me 2 treshet e ti e mban eversinë e Beës, eversi minimale 29-28. Plotësisht e niveluar kjo ndeshje. Topi tek Jules, i cili ka luajtur i fundit. Mjaft i nervozuar Jules. Kërkoj faul aty në kësh. Megjithatë, nuk pati faul. Luajti i fundit. Do të ulen për të pushuar Jules dhe Hunter. E shojmë reagimin e Jules. E këputi atë trakën e kokës nga nervoza. Shek Jules. Mala tek Williams. Arti Hajdari. Hajdari lirohe, Gjuan nuk ka treshe. Topi në duar të Amin Hotit. Nisë Tyler Cheese. Cheese. Gjenë dëbërtimin. Ka faul kësaj radhe. Shojmë edhe njerë momentin, kjo është personalja e Williams. Tjetë vjen e gjuajtjes së lirë, Tyler Cheese. E qëllon gjuajtjen e lirë. Tyler Cheese, edhe njerë kemi barazim të rezultatit. Hera e tretë sonte. Qëllon edhe në tentimin e dytë. Tyler Cheese, 13 pikë të ti, më i dalluari tashmë tek Bora. Nësa 12 pikë, 7 kërcime i ka Jules. Bukur ai top tek Cesar Edwards, që edhuron një super ngulitje. Fenomenal. Edwards. Pika e 8 e ti, megjithatë më e bukura sonte të vene të vesht. Në anën tjetër, Tyler Cheese nuk ka treshe. Musab Mala kërceu lart për ta marrë kërcimin. Williams, mbrojtje e mirë e Jetmir Zeqirit, nuk ja lejon debërtimin. Teksa do të kthejë në lojë Bragg Jr. dhe Hunter tek skuadra e Borës. Shinin ngulitjen e Edwards. Fluturoi pranë rënukajt. Si një shqiponj në qytetin e shqiponjave. Cesar Edwards. Williams e kthen topin tek Arti Hajdari. Nuk ka treshe asaj radhe. Kërcimi Amin Hotit. E ka shkelur vijën. Ky është momenti kur e shkel vijën Amin Hot. Timi i Braceyt edhe njerë. Sa
kemi personale të Musab Malës. E dyta sonte. E para ishte ajo teknikja që teknikë që e mori në fund të pjesës së parë. Nuk qëllon Bragg Jr. në tentimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë. Të dytën e qëllon. Që ka pasur personale. Shojmë edhe njerë, kjo ishte personale e Bragg Jr. ndaj Edwards gjatë lojës së tij. 1-1 tashmë të dyja skuadrat në bonus, kur edhe njerë është gjithçka baraz. Qëllon Edwards nga vija e gjuajtjes së lirë. Pika e 9 e tij. Të dytën nuk arriti të e realizon. Edhe njëherë kemi e përsi vetëm minimale prej 1 pike, kur janë sekundat, në fakt 1 minut e 10 sekunda deri në përfundim të çerekut të tretë. Kemi personale të Daquan Bracet. Qëllon Tyler Cheese. Edhe në të dytën është i sakt. Në vazhdimsi po kemi ndërrim anë të rezultatit. Dhe Ebërsis mezda të Ebërsia po vazhdon të jetë minimale. Ebërsin më thellë, Bora sonde ka pasur prej 2 pikëve në këtë çerek të tretë. Edwards e kthen topin tek Bracey. Edhe një tjetër treshe. Daquan Bracey. 55-53. Tyler Cheese ka në depërtimin, ka gabuar në hapa. Definitivisht, kjo ishte treshja e Daquan Bracet. Fenomenal playmakeri i pejanëve. Edhe njëherë, Bracey shpërthen atmosfera në Karagaj. 2 treshe ekspreset të tij. Erik Thejnë e përsi prej 5 pikëve tek Peja teksa në sekundën e fundit të çerekut të tretë. Gjuajti Hunter nuk arriti të realizon. Fenomenal Daquan Bracey me 2 treshet e tij që Erik kthen avantazhin prej 5 pikëve. 58-53 pas 30 minutave lojë. Edhe në këtë çerek skuadra e Pejës arrin të rikthen avantazhin dhe në 10 minutën e fundit do të hynë me +5. Fenomenal Bracey me 17 pikë tashmë
E nga 9 pikë ka shtuar Williams, Edwards e Mala, 8 tjera Davis të këpeja, në anën tjetër 15 pikë të Tyler Cheese e 12 i ka Jules i cili ka marrë edhe 7 kërcime. Për pak qaset të ndëruar shikues, rikthehemi me 10 minutën e fundit. Gjithçka gati për startuar 10 minutë që i fundit. Pea ka avantazhin prej 5 pikëve fal shpërthimit të Jaquan Bracey dhe treshëve të tij. Teksa në anën tjetër përgjigjet Jules me një ngulitje të bukur. Me njerë me të startuar 10 minutë që i fundit. Bracey Edwards nuk arriti të qëllon. Jules i pengon një të mirë zëqire Julesit në këtë dëbërtim. E në anën tjetër Williams shkan deri në fund, realizan pavarësisht mbrojtjes mjaft të fort ndaj tij. Amin Hot Hunter gjuan për 3 pikë dhe realizon. Hunter nuk po dorëzohet asesi Bora. Faul i Hunter. Personalja e dytë e tij sonte, nërsa kjo ishte treshja para prake. Alexander për 60 me 58. Williams të gjuan për 3 me ndihmën e tabelës i përgjigjet Alexanderit, ndërsa e pa me njerë të reagon Zoran Kashelan, trajneri skuadrës së Borës. Duke kërkuar time out pas kësaj tresheje, 63-58. Rikthehemi pas këtij time outi. Minuta e 29 sekunda deri në përfundim të kësaj përballje. Vazhdon të jetë gjithçka e hapur.
63-58. Amin Hod tek Aleksandr, njerë Amin Hod. Jules ka fal në sulm, u pa qartë ngritja e krahut Jules. Në shojmë edhe njerë. Pam momentin kur e ngriti krahun në fytyrë tek Bracey. Jules Edwards, mbrojtje e mire, jetë mirë Zeshirit. Teksa ka faul. Fauli është i Caesar Edwards, i 4 ti. Lojtari më i vlefshëm në fushë tek Peja me 2 nëntëshe, 9 pike, 9 kërcime, 2 asistime, 1 top të vjedhur. Megjithatë, sonte me personale nuk i ka punë të mirë. Edwards që penalizuan duke ullur në bankën rezervë. Simi fort i Rezart Mehmetin, mbrojtje mirë e Pejanëve, nuk shkon ai top tek jetë mirë Zeshiri. Teksa Tyler Cheese përgatitet të kthehet në lojë. Ullet Mehmeti. Bracey e faul në sulm tashmë në anën tjetër. Është Rout me gjas ai i cili ka shkaktuar personale, devastohet vetë. Ky është momenti kur pati ngritjet krahut tashmë në anën tjetër nga Logan Rout. Do të kemi rishikim edhe njerë të rastit. Patëm challenge të kërkuar ishte faul në sulm i Rout. Faul normal dhe jo sportiv i Rout ndaj Jules. 63-58. Faul i Braceyt i cili ngrit dorën me njerë. Cheese është ndalur në gjysmë distancë. Realizon Tyler Cheese. Hajdari nuk arrin të e rikthen asësia top në lojë, teksa edhe pse e vulli topin Aleksandr përfundoi me gjithë të jashtë. E shojmë edhe njerë, ja mori atop Musab Malës. Bracey zëtë shkon vetë dhe në fund për të qëlluar 19 pik. Fenomenal Daquan Bracey.
Shkaraj top deri tek Jules, asistimi Hunter, ndalet edhe me faul. Është personalja e Braceit, edhe për të personalja e katërt. Sa shojmë edhe njerë pasimin e Hunter. Nuk e qëllon gjuajtjen e lirë Jules. Mire 65-62. Musab Mala e gjen depërtimin, realizon pika 11 e Musab Malës, 67-62. Jules, Raul Pronti, që dobe në duart e Tyler Cheese, i cili realizon për treshe, e pam reagimin e trajnerit Damir Milacic, shpejt e kërkoj time-out. Pas kësaj treshe jetë Tyler Cheese, baraz me Cheese, vrapoj Damir Milacic, 67-65, edhe më tej lojë ngusht në Karagaj, 6 minuta janë lojë, deri në fund gjithçka mbetet e hapur. I kthehemi pas këtij time-outi. Tek ardhja i Darin, nërsa po i shohim statistikat e lojtarëve më të mirë, përderisa Braceit ka 19 tek Peja, Tyler Cheese tashmë 20 pikë tek Bora, Raut nuk arriti të mbajnë atë presion në mbrojtje. Amin Hot ka luajtur i fundit. Ne shohim edhe një herë, edhe pse tentoi që shfuton këtë Amin Hot, gjithsesi. Musab Mala rikthon numrin në lojë. Ardhja i Dari. Mala. Faul ndaj Musab Malës. Zon Mala në tentimin e parë. Pika 12 e tij. 4 kërcime, 2 asistime, po i shohim statistikat, nuk qëllon në të dytën, është Jules me lartë në kërcim. Kërcimi 8 i tij, 16 pikëve. Tyler Cheese. Ndovin tek Alexander. Valet në gjysmë distancë. Nuk shëlloj edhe njerë Musab Mala në vendin e duhur. Davis tek Raut. E lexoi këtë Alexander.
Teksa sipas gjyqtarëve është Rauta i cili ka luajtur i fundit, por challenge kërkon trajneri i PES. Do të shohim edhe një rastin, kemi gjyqtarët këtu. Pasi u rishikua edhe njerë rasti, challenge i suksesshëm i trajnerit PES, Damir Milačić. Topi do i takon Pejanive, është Aleksandar i cili ka luajtur i fundit. Raut këndojnë tek Musa Malja. Davis tek Arti Ajdari. Shini mbrojtjen e skuadrës së Borës Gjuan nga një pozitë e vështirë. Musab Malja nuk ka arritur të realizon. Hunter. Tyler Cheese. Qinde për timin. Nuk arriti të qëllon, por do t'jetë edhe njerë në vjenë gjuajtjes së lirë. Do t'a shohim edhe njëherë. Davis se ka ndalur me faul. Ditë të kthehet në lojë edhe Rezart Mehmeti. Do t'ullet Amin Hot. Pas nga vje gjuajtës e lirë sonde është Tyler Cheese. Qëllon edhe njerë. Në anën tjetër ka përfunduar duelin ndërmjet Bashkimit dhe Trepçës. Edhe një herë Trepça e ka treguar forcën ndaj nën kampionëve. Pas asaj fitore të thellë në finale të kupës. Sonte e mposhtë edhe njerë Bashkimin me bërsi prej 18 pikëve për të treguar se jo rasisht është fituar ajo kupë me atë bërsi. Mitrovicasit tashmë në super form. Po vazhdojnë të dominojnë për Kredit Superligën. Katër minuta lojë janë deri në fund këto, edhe më tej lojë super e ngushtë. E vërsia minimale në anën e Go Plus PES. Malja e këta dopin tek Bracey. Kësaj radhe nuk qëllon. E kësa dopi përfundon e duart e gjuhë pas devijimit nga Jetmir Zeqiri. Hunter. Gjuan vetë për treshe. Realizon Hunter. Rikthehet edhe njëherë e vërsia në anën e Borës. 68 me 70, më pak se 3 minuta gjysmë. Deri në fund. Bracey bukur tek Davis, lëvizje bukur mashtruese. Edhe njëherë gjithçka baraz. Për herë të gjashtë sonte barazohet rezultati. Kur kemi hyrë tashmë në 3 minutat e fundit. Tyler Cheese për një tjetër treshe.
Edhe një herë qëllon Tyler Cheese. 25 pikë të ti, 7-4 për Trishe. Sonte fenomenale Cheese, zebërsia prej 3 pikëve në anën e skuadrës së Borës. E kjo është zebërsia më e thellë e tyre sonte. E lusim Regjin që të kemi edhe një Trishe para prake të Hunter. Faleminderit Regjia, pasi ishin gjyqtarët këtu për të verifikuar edhe një Trishen Alex Hunter. E këto 2 Trishe tashmë japin në përsim prej 3 pikëve skuadrës së Borës. Nuk pati përsi më shumë se plus 2 Bora sonte, e tashmë është plus 3, kur janë 2 minuta e 28 deri në fund. Ka ende shumë loj sonte ku do të shohim cila nga këto 2 skuadra do të tregojnë më të vëmendshme. A do të arrijnë Bora të marrë fituren në Karagaq, apo Pea do të regjistron fitoren para publikut të vetë. Shohim statistikat e Daquan Braceit, 19 e në anën tjetër. Tyler Cheese, plot 25 pikë. Ka gabim në hapa, mbrojtje mirë. E shohim në kohë e Jetmir Zeqirit i bëri presion Williamsit, i cili ka boj në hapa, e fiton këta për skuadrën Prishtinase. Antër tek Tyler Cheese, topi tek Jetmir Zeqiri e humb. Nuk arriti ta pranon atë top, nuk është pran Braceit. Tej Braceit, Williams. Vizje mashtruese, Braceit. Para ti është Jules. Braceit. Arrin të gjuan, por nuk qëlloj nga vërsia. Jules është aty për ta marrë kërcimin në 9. Tyler Cheese. Adam Tay Cheese. Sulban Tyler Cheese e gjen Jules në kësh i cili qëllon. Tashmë e përsia prej 5 pikëve në anën e Borës. Më pak se 2 minuta deri në fund. Hajdari sa bukur aty asiston për Williams. Akcion fantastik. Fal asistimit të arti Hajdarit. 72-75. Vazhdon rivaliteti, vazhdon loja e ngushtë. Ndeshje fantastike nga Karagaqi këtu në Pej. Do të shohim se cila nga skuadra do t'jenë më të vëmendshëm. Deri në fund, vetëm 1 minutë e 22 sekunda janë. Rikthehemi pas pak. I shohim edhe statistikat fantastike në natën sotme të Tyler Cheese, më meritori që tashmë Bora e ka avantazhin e ngushtë prej 3 pikëve. Topi në duart e tij, Tyler Cheese. Megjithatë,
Pati loj me këmbë nga Bracey. E vadhen ato pejanët. Por përfundojnë në këmbët e Braceyt. Vazhdon të jetë përnësia topi në anë në skuadrës së Borës. Hunter. Hunter. Shkëpute të realizon. Alexander. Williams. Gjende përtimin blokad. E Jules nuk ja lejon pikët. Williamsit shojmë edhe njerë, e përmenda gjatë pjesë së parë, i njohët për blokadat e ti Jules, i cili u blokua 2 herë sot gjatë pjesë së parë, por në këtë moment e blokoj depërtimin e Williams. Bracey, tek Williams, ndalet, ka gabuar në hapa, çfarë gabimi i Dijon, në fakt është Cecil Williams. Time out i kërkuar nga trajneri Milačić, 52.9, 72-77. E përsi prej 5 pikëve e Borës, kur jemi në fund. Sekondat e fundit të kësaj përballje. Rikthehemi pas time outit, teksa po i shohim edhe statistikat e 2 më të mirëve sonte. Paset e 2.9 deri në fund, e përsi prej 5 pikëve Borës këtu në Karagaq. Shohim presionin tashmë të pejanëve. Hunter. Alexander, faul i Musab Malës. Vjen i gjuajtje së lirë është Hunter, i cili qëllon 72-78, çfarë rikthimi i skuadrës së Borës. Thuaj pjesën më të madhe të kësaj përballje e ka kontrolluar Peja, sado që afrohej skuadra e Borës. Nuk parinte të shkëputej vetëm në një qasë pati +2, ndërsa tashmë kur jemi drejt fundit, Jetë Mirzeqiri realizon për 72-80. Vërsia më e thellë e Borës në anën tjetër, Musab Mala nuk ka treshe. Topi në duart e Jetë Mirzeqiri, Tyler Cheese. I shojmë të ndalen që të gjithë. Bora do të arrin me përmbysje të e marrë fitore në Karagaq në Pej. Një ndeshje të cilën e thash e kontrolloi Peja në pjesën më të madhe. Më shumë se 35 minuta. Megjithatë, në fund, Prishtinasi ti ndezën turbina të udhëhequr nga Tyler Cheese. E treshet e ti në krah i qëndroj, edhe Alexander pasi dyshim arrin të e marrin fitore në Karagaq në Pej. Më i dalluari tek skuadra e Borës, pra 25 pikë Tyler Cheese, në anën tjetër Jules 18 pikë e 10 kërcime.
13 pikë tjera erdhën nga Aleksandër. Tek Pea më i dalluari është Bracey me 19 pikë, 16 pikë i pati Williams, teksa 12 pikë tjera i shtoi Musa Maja. Për pak çaste do t'jemi me intervistat. Pranë me është trajneri i skuadrës Borës, coach. Even though Pea was controlling, if I can say, the game, you were really fighting. They had the lead by 10, even though that your players fight hard tonight. What was good? Of course, the win was the most important thing in the end, but what went wrong during the game that Pea was controlling some moments better than you? As you said, very good game. It was like a playoff game with a lot of tensions, a lot of intensity, which we like to play, both teams, and we, as you said, we didn't give up when Pea was on good run, especially at the beginning of the game. We didn't open properly. Our defensive rebound was very bad, and Pea is one of the best teams in the league. But after that, we fought and we show good character, and this is once again a chance that I congratulate to my players for showing that something what we are trying to build from day one, that we are not giving up, that we are mostly the team with identity, which is not easy to build, and with this win we are officially in playoffs, which is what was our main goal from the beginning of the season, and for Bora is one step ahead of what they did previous year in Superliga. Coach, you're saying this was your main goal for this season, but what you showed during these games, last games, especially in the year 2026, we saw a really good game from Bora, and game by game you're improving everything. What's the next goal that we can expect from Bora? Because I can really say that you are really doing a good game. Thank you. For sure, I will push my players to grow, as I'm always trying to do that on practice. First, because of myself, we want to grow, we want to make it even further, that we make even better season. But I'm not saying that because we want to be relaxed or we are happy reaching only playoff zone. No, but once again, if you see scores from last night, or if you see the games, that every week is at least one big surprise in this league. This shows that we cannot be relaxed, and in playoffs, besides Trepča and Bashkimi, who are for one part, they are above everybody with quality. The other four teams, whoever is from third to sixth, is going to be close. But we will enjoy for sure that ride and try to grow. I was waiting some big words from you, but I can't get, I guess, them from you, coach.
I don't know what to say, but you know, I know, I follow what you are doing, and especially my colleagues. It's not easy in sport. 1 + 1 is not always 2 in sport, but I'm sure that Bora is in good way and that we are climbing. Thank you, coach, very much. Good luck next games. Thank you. Atëherë ishim me trajnerin Zoran Kashëllan, tha ishte një ndeshje me të vërtet mjaft e bukur sonte, patëm rivalitet dhe paraqitje mjaft të mirë, arritëm të marrim një fitore ndaj një skuadre shumë të mirë siç është skuadra e Peës. Ishin disa pika që nuk ecën mirë, por në fund arritëm që të kontrollojmë gjithçka dhe jam shumë i lumtur që lojtarët luftuan dhe tashmë ne kemi krijuar një identitet si skuadër ku e dim që do të luftojmë deri në çastet e fundit dhe të arrijmë të marrim atë se çka po e trajneru shpreh që tashmë edhe zyrtarisht jemi në play-off, pra me këtë fitore dhe kjo është një gjë mjaft e madhe për skuadrën e Borës. Jemi një hap para asaj se çka ka ndodhur në sezonin e kaluar, ndërsa e pyeta se çka mund të presim më tepër nga skuadra e Borës, e cila ka pasur me të vërtet paraqitje mjaft të mira sidomos në vitin 2026, pra me të startuar sezoni pranveror. Trajneri tha që ne du të tentojmë që të rritemi edhe më tepër, të kemi paraqitje sa më të mira. Nuk e them që kjo është e tëra që ne e kemi arritur deri më tash, nuk është një moment për relaks, megjithatë do të mundohemi të marrim sa më tepër nga ky edicion. Në fund i thash, po tentoj që të nxjerr disa fjalë të mëdha nga ju si trajner, megjithatë tha që nuk di se çka them, por ne vetëm se do të tregojmë lojra të mira dhe të mundohemi të marrim diçka sa më shumë. Për pak çaste do të jemi edhe me trajnerin e skuadrës së Peës. Tashmë pranë me është edhe kryetrajneri i skuadrës së Peës. Coach, you were managing the game, you had the lead by 10, but Bora was fighting hard and they fight it till the end and got the win here. What went wrong? Why you couldn't manage the last minutes better? Let's say like this, the concentration and the focus was not good. We have certain moments, you know, where we don't have any control of the game. That's the reason. Bora is a team who is very good. They are playing good. They are playing, let's say, in the last 10, 12 games, you know, in the same way. I was scared to play them because they are really in a good shape. For me, the defeat they have against Pristina was not something what will make me easy to prepare the game. So I knew that they will come ready to play. So this is really a lack of concentration and focus, and Bora deserve to win the game, and we have to be ready to make the analyzing the game very well to not making these kind of mistakes. And what were the mistakes, coach, beside the concentration in the last seconds?
during the whole game, if I can say it all? Let's say like this, when we have advantage in a size, we are waiting too much to put the ball inside on our big men. So that was in our victories we have, that was very useful, that was very good for us. So today we didn't have concentration. So that's the when is a big stress of the game, when you are losing the game, like we lose the game there in Bashkimi, then we lose the game here against Trepča in the last second, so confidence is going down. So, I cannot say nothing against my players, so we have to work hard, and that's that. We have to be positive. Thank you, coach, very much. Good luck in next games. Ishim edhe me trajnerin e skuadrës së PES, tha që në çastet vendimtare ishte koncentrimi që ra tek skuadra jon dhe ne nuk arritëm të e kontrollojmë mirë ndeshjen ndaj një skuadre siç është Bora, e cila në 10 apo 12 ndeshjet e fundit ka pasur me të vërtet paraqitje mjaft të mirë, konstante dhe ka treguar lojë mjaft të mirë. Pavarësisht asaj humbje që pati nga Sigalt Prishtina, skuadra e Borës, tha që për mua si trajner nuk e bëri as pak më të lehtë përgatitjen për këtë ndeshje. E dinim që do të jetë një ndeshje shumë e vështirë, kjo edhe ndodhi sonte. E pyeta se cilat ishin gabimet kryesore që u bën në këtë ndeshje nga skuadra e PES, tha që nuk po e shfrytëzonim apo nuk po i shfrytëzonim lojtarët shtatlartë në kosh në çastet vendimtare kur kishim avantazh ndaj skuadrës së Borës. Kjo gjë na funksionoi në disa ndeshje, megjithatë sonte nuk u shfrytëzua mirë dhe tha pikërisht u vije në shprehje koncentrimi, gjë e cila ndikoi në humbje, ndërsa tha që nuk mund t'i fajsoj lojtarët e mi për këtë, megjithatë ne do të punojmë mjaft fort në të ardhmen për të i përmirësuar këto gabime. Të nderuar shikues, kaq nga kjo ndeshje në Karagaj Shënpej ku Bora arriti pra për fitoren ndaj Go Plus PES. Unë juftoj të vazhdojnë të qëndrojnë me programin e pasur sportiv të Art Motion. Ka unë Lpiana, natën e mirë.